Territori shqiptar për datën 17 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë orëve të pasdites në zonat malore dhe kodrinore priten vranësira të pakta deri mesatare me mundësi për ndonjë rreshje të izoluar. Paraditja do të jetë kryesisht me diell, ndërsa gjatë pasdites vranësirat do të shtohen gradualisht në zonat malore. Në pjesën tjetër të territorit moti do të mbetet kryesisht i qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të frojë lehtë nga drejtimi perëndimor dhe veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:51 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 34 gradë Celsius. Kukës, 17 deri në 30 gradë. Peshkopi, 16 deri në 30 gradë Celsius. Tiranë, 20 deri në 34 gradë. Durrës, 23 deri në 32 gradë Celsius. Kavaj, 22 deri në 32 gradë. Elbasan, 20 deri në 33 gradë Celsius. Berat, 20 deri në 34 gradë. Korç, 15 deri në 29 gradë Celsius. Vlorë, 23 deri në 32 gradë. Gjirokastër, 18 deri në 32 gradë. Sarandë, 24 deri në 32 gradë Celsius.